Epizodi i 14, sezoni 6, podcasti Flasim, fillojmë me shënimet e javës. Në javën që nis nesër, mirëpresim në Tiranë summitin e diasporës. Edicioni i 4 që mbledh edhe një herë shqiptarët nga të gjitha anët e botës. Ata që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit, por që syt i kanë në Shqipëri dhe sa herë jepet mundësia mendojnë dhe komunikojnë apo vizitojnë Shqipërinë. E nisim më 13 prill me ceremoninë e mirëseardhjes, ku vëmendja do të jetë te njerëzit dhe te historitë e tyre. Histori suksesi, pune, përkushtimi, që janë dhe histori krenarie shqiptare anë mban. Por njëkohësisht edhe një hapje për vlerësim. Vlerësim jo vetëm për shqiptarët që kanë arritur dhe kanë kontribuar jashtë, por edhe për miq të tyre, miq të huaj, që kanë zgjedhur të jenë pjesë e rrugës së shqiptarëve. Janë përbashkë dhe kanë bashkuar në një farë mënyre krahët e shqiponjës sonë. Sot diaspora është një forcë konkrete zhvillimi dhe ajo vjen në këtë summit për herë të parë pas një përfshirje historike në zgjedhjet politike të vendit. Ajo vjen si një hapësirë e zgjeruar Shqipërisë përtej kufive të saj dhe kthehet në një realitet shqiptar në transformim të vazhdueshëm, gjithmonë më shumë si një partner i drejt për drejt, duke filluar nga zgjedhjet politike, pastaj edhe tek ekonomia dhe hap pas hapi në rrugët e dijes drejt hapësirave të reja të ardhmes. Dhe sfida jonë nuk është vetëm të mbajmë këtë lidhje në një nivel simbolik, por të strukturojmë një rrjet të tërë zemrash që rrajnë për Shqipërinë anë mban dhe mendjesh që krijojnë vlerë të shtuar në një bashkëpunim që prodhon rezultate për vendin dhe jo vetëm për vetë shqiptarët kudo ku janë. Nga një janari i këtij viti kemi hyrë në një fazë të re të rritjes së pagave me një drejtim të qartë. Rritje reale e të ardhurave dhe mbrojtje e fuqisë vlerëse. Dhe këtu nuk bëhet fjalë vetëm për pagat nominale, të cilat nga paga minimale në shkallë vendi janë rritur në 500 euro apo në mesataren e përgjithshme kanë arritur në rreth 10% me një ritëm të qëndrueshëm si në sektorin publik ashtu dhe në atë privat. Po këtu bëhet fjalë për çka na ka munguar si mekanizëm, jo sepse nuk e kemi ditur mungesën, por sepse s'kemi mundur të adresojmë mungesën si pasojë e pamundësisë, e mungesës së mundësive të ekonomisë. Sot që ekonomia na ka dhënë mundësi të reja, ne kemi vendosur të indeksojmë pagat në sektorin publik çdo 2 vite, me mekanizma shtesë për kategori të ndryshme dhe kësaj të korrektojmë impaktin e inflacionit mbi pagën për mësuesit, për mjekët, infermierët, punojësit e policisë, ushtarakët dhe administratën. Një vëmendje veçantë i është dhënë sistemit shëndetësor, ku nga qershori pagat do të rriten edhe në disa shërbime kritike. Mjekët e urgjencës do të trajtohen në të njëjtin nivel me të tjerët edhe për sa i përket rojeve, që janë
një ngarkesë ekstra, ndërkohë që shtesat konkrete do të arrijnë në 18.000 lekë në muaj për mjekët dhe 12.000 lekë për infermierët dhe teknikët, shoqëruar me paga më të larta për turne dhe një sistem të rivlerësimi për përvojën. Është një ndryrje drejt për drejt aty ku përgjegjësia është më e lartë dhe ku sistemi kërkon mbështetje të përditshme. Është një politikë e qëndrueshme sepse është një rritje ekonomike e qëndrueshme dhe janë mekanizma të nevojshëm, por që kjo rritje ekonomike i ka bërë të mundshëm dhe patjetër edhe të matshëm në atë që është llogaria e çdo familje që jeton me punë ndeshme. Në ndërkohë që kemi stabilizuar dhe kemi vënë në lëvizje një skem rritjeje të përvitshme të pensioneve, ku çka është rritur në këtë janar do të dyfishohet në janarin e ardhshëm, do të trefishohet në janarin e 2028-s, do të katërfishohet në janarin e 2029-s dhe do të pesëfishohet në janarin e 2030-s, po përgatisim dhe një kolon tjetër të skemës së pensioneve, e cila i bashkangjitet në mënyrë komplementare sistemit aktual, kolonës qendrore aktuale të pensioneve, duke krijuar një hapësirë të re dhe një mundësi të dytë mbështetje e përdalme. Ideja është shumë e thjeshtë, çdo punonjës që zgjedh kontriboj me një shumë të vogël nga paga e tij, për shembull 1 euro në muaj, do të ketë një kontribut të barabartë nga pala tjetër, shteti ose punëdhënësi në sektorin privat. Në këtë mënyrë kontributi dyfishohet dhe muaj pas muaj krijohet një fond individual i cili i shtohet pensionit që përfitohet normalisht nga kolona e parë, skema e parë ekzistuese. Kjo nuk është absolutisht diçka alla shqiptare, sepse ne nuk bëjmë të tilla, po mësojmë nga përvojat më të mira dhe përpiqemi të sjellim këtu modele të sprovuara. Pra është një model i mirënjohur që krijon mundësinë e krijimit gradual të një fondi pensionesh për më shumë siguri për individin dhe për një lidhje më të qëndrueshme mes punonjësit dhe punëdhënësit, shtetit apo privatit. Një mekanizëm sigurie financiare për moshën e tretë dhe e përsëris një mekanizëm komplementar që nuk e prek, po e forcon mekanizmin aktual. Ekonomia rritet dhe rriten në mënyrë të qëndrueshme edhe sepse investimet e huaja direkte rriten në mënyrë të qëndrueshme. Në 5 vitet e fundit Shqipëria ka tërhequr më shumë investime të huaja në raport me ekonominë se sa mesatarja e rajonit, duke arritur në afro 7% të prodhimit përgjithshëm mbi mesataren e Ballkanit Perëndimor. Vetëm në vitin 2024 janë certifikuar 1.6 miliard euro investime, ndërsa në 9 muajt e parë të 2025-s kemi arritur në 1.21 miliard, çka konfirmon ritmin e qëndrueshëm të rritjes, ndërkohë që stoku total i investimeve huaja ka arritur në 16.6 miliard euro. Një shifër e paimagjinueshme deri jo shumë vite më parë. Një shifër që tregon qartë se Shqipëria ka ndryshuar pozicionim në rajon, Shqipëria ka ndryshuar qasje dhe impakt si një treg që shihej me shumë rezervë, duke u kthyer në një vend ku investohet konkretisht dhe në perspektiva të gjatë. Dhe po të llogarisim aplikimet, interesimet dhe mundësitë që shohim nga gjithë ajo çka është tryeza e dosjeve të agjensive përkatëse, atëherë mund t'ju them me plot gojën se e nesërmja është
shumë më e mirë se sa e sotmja. Është një nes me rezultatesh që lidhen drejt për drejt me çfarë kemi mbjell me mundim në tërë këto vite, me reformat transformuese që kemi bërë, me stabilitetin ekonomik që kemi krijuar, me përmirësimin vazhdim të klimës biznesit dhe një qasje të strukturuar të investimeve në një mjedis të parashikueshëm për kapitalin afatgjat. Dhe së fundi dua të ndaj me ju kënaqësinë e marrjes këto ditë të një raporti shumë domethënës të Bashkimit Evropian përmes instrumentit të përkatës të Sigmas dhe OECD-s që ka analizuar edhe panoramën e përgjithshme të prokurimit publike në rajonin tonë, ku Shqipëria spikat me përmirësimet e saj dhe përmes shifrash dhe faktesh do të mund t'i tregojmë edhe publikut se sa larg janë të gjitha ato që thuhen dhe stërthuhen duke ushqyer një perceptim negativ lidhur me raportin e Shqipërisë me korrupsionin dhe lidhur me pozicionin e kësaj shumice ndaj korrupsionit në raport me realitetin e fakteve dhe të shifrave konkrete, të identifikuara dhe të rreshtuara jo nga qeveria apo ekspertët e saj, po nga një instrument i besueshëm dhe cilësor i Bashkimit Evropian, me të gjithë integritetin e duhur profesional për të treguar se cila është e vërteta edhe në atë çka lidh prokurimet publike me transparencën dhe cilësinë e mekanizmave që i vën ato në përdorim në të mirë dhe në interes të publikut, ku Shqipëria përsëri spikat si e para në rajonin tonë. Shumë faleminderit. Rikthehemi në episodin e 14 të sezonit 6, podcasti Flasim. Unë jam Ndinjon Përmeti, gjithë jetën jam përkushtuar sportit. Në vitin 2010 vendosa të kryej studimet në Universitetin e Sporteve në Bukuresht. Pas takimit që organizoi kryeministri Rama në promovimin e librit Kurban dhe marrja e titullit honoris causa në vitin 2015, Bashkova Thirrjes që i bëri studentët të kthehen vendindje, vendosa të kthehen vendindje në Fier, pasi mbaroi studimet master shkencore në vitin 2016. Në Fier fillova punë si mësues dhe isha gjyqtar futbollit, trajner futbolli për fëmijë pranë klubit Apollonia. Sot ndihem që kam realizuar një ëndër e të tjerë e tjerë. Kjo është letra që Ndinjoni ka çuar në adresën flasim@kryeministria.al dhe e kam këtu të ftuar. Ndërkohë që Blerti Vejuka, një sipërmarrës i ri nga Shkodra, themeluesi i biznesit biçikleta në ujë, nisëm që promovon turizmin e qëndrueshëm përmes biçikletave të ujit në liçen e Shkodrës, dëshiroj të shpreh interesin tim për të marrë pjesë në podcastin tuaj, për të ndarë përvojën time dhe për të diskutuar temave që besoj kanë rëndësi për zhvillimin e vendit tonë, veçanërisht për brezin e ri, turizmi i qëndrueshëm, roli i trimëve në zhvillim lokal, rikthimi i jetës në liçenet tona, pasioni për sipërmarrje, si mund frymëzohen të rinjt të krijojnë punë përmes ideve e të tjera dhe Blerti është këtu, ka ardhur në këmbë deri këtu se ka biçikletën me vete, po do flasim për biçikletat në ujë dhe Soraldo nga Saranda për të folur për mësimet e lundrimit për fëmijë që ofrojmë në qytetin tonë. Për herë të parë nisëm në Sarandë dhe Shqipërisë bashkë me kolegët Kosta Dhima, kapiteni, Adelina Gjati, mësuese, Agron Haliti, fizioterapisti, Gjesi Hoxha dhe trajneri Lidon Voda. Kemi zhvilluar mësime noti dhe lundrimi për rreth 21 fëmijë të rajonit këtë sezon të parë. Saranda Sailing School është licencuar si institucion arsimor shtesë dhe suksesit e kësaj nisme finalizuan duke zhvilluar dhe garët e parë të lundrimit për fëmijë në datën 12 tetor, ku skena e qytetit u në shërbim të garës fëmijëve.
Dhe po përdorin varkat optimist, një model botëror që përdoret në mësimin dhe lundrimin për fëmijët. Letra është e gjatë, por mbaron me një urdhër, na mikprit për të folur, sepse ndryshe do t'i kesh punën të keq. Ky Soraldo na trëmbe me kërcënimin e fundit dhe prandaj vendosëm që të përgjigjemi, por kjo nuk do të thotë që kush kërcënon vjen këtu. Gjithsesi, ndinjoni Soraldo dhe Blerti janë këtu, tre të rinj me ëndra dhe me sipërmarrjet e tyre që në ndërkohë që janë nështruar pasionit tyre dhe përmes pasionit tyre fitojnë edhe bukën e përditshme, nëse mund ta quajmë kështu, janë të dëshiruar që të diskutojnë për të zhvilluar më tutje me siguri, për të zhvilluar më tutje sipërmarrjet e tyre, por edhe për të ndarë këtu me mua dhe me ata që kanë dëshirë ta ndjekin këtë bisedë historitë e tyre, idetë e tyre, shqetësimet e tyre. Unë ju bëra dhe pak reklam, falas kuptohet. Ky është dhe një nga qëllimet e podcastit, që t'i bëj reklam sipërmarrjeve të atyre që janë Shqipëria që punon pa u ndjerë, që bën sukses pa bërtitur edhe që nuk gjen hapësirë në kanalet edhe në portalet që në rastin më të mirë bëjnë reklam me shumë para, në rastin më të zakonshëm reklamojnë gënjeshtra. Këtu mundohemi të jemi me këmbë tokë dhe të flasim për njerëzit që jetojnë ditën me këmbë tokë, ose në ujë, në liqen, ose në det. Atëherë ndinjon, je i sigurt që më ka thënë vërtetën që vërtet u preke nga libri ime dhe nga ardhja ime në Bukuresht, në universitet? Mirë se ju gjeta. Unë jam Ndinjon Përmeti, lindur dhe rritur në qytetin e Fierit. Gjithë jetën time jam përkushtuar futbollit. Në vitin 2010 vendosa që të largohem në Rumani të kryej studimet në Universitetin e Sporteve në Bukuresht. Përgjatë kësaj kohe bëra edhe një kurs në Federatën Rumane të Futbollit, për arbitër futbolli, dhe paralelisht isha dhe student, isha dhe gjyqtar futbolli. Në Rumani? Po në Bukuresht. Në vitin 2015 gjyqtar në çfarë futbolli ansor. kategori? Arrita deri në kategorinë e 4. Në vitin 2015 ishim takimin që juve bët me studentët dhe në promovimin e librit. Shpejt kaluan kohët, në vitin 2016 mbarova dhe studimet në master shkencor dhe më duhej të vendosja se ku do ta vazhdoja të ardhmen time. Vendosa të kthehem në Fier dhe fillova punë si mësues i edukimit fizik. Me shumë plane dhe me ide se çfarë duhet të bëja, fillova punë dhe si trajner pranë Akademisë Futbollit Apollonia. Në 2020-ën, ëndra ime kisha akademinë time të futbollit. Nisa rrugtimin e Akademisë FC Eagles, e cila sot numëron 80 fëmijë, nga mosha 6 deri në 14 vjeç. Para 2 vitesh hapa një dyqanin tim sportiv, ëndër e imja, e cila ka rroba sporti dhe me fokus drejt futbollit, dhe para 2 muajsh kam nisur një nisëm, mund të them nisëm bamirësie, po me në fokus fëmijët. Do me thënë, këtë nisëm e bëj me fëmijët për t'i ardhur në ndihmë familjeve dhe fëmijëve të cilët janë në nevojë. Për momentin kam dëshirë që të bëj një kampionat i cili në Fier nuk ka ndodhur ndonjëherë, por një kampionat bamirësie gjithmonë me fokus te fëmijët. Sot jemi në një luftë me santi vlerave që janë në telefon, sepse fëmijët kanë akses në çdo rrjet social, dhe unë kam vendosur që të punoj fort që ata fëmijë të rriten me vlera. Tani kisha edhe diçka simbolike për ju. Juventusi besoj është ekipi që na simbolizon të dyve. Juventusi, Po normale, prandaj ju thash jam 200% i sigurt. E kam bërë me personalizim, dhe ai personalizimi ka një domethënie. Është mbiemri juaj dhe numri 16 për mua simbolizon që fillova një cikël të ri jete në Shqipëri. Dhe numri 16 përkon dhe me 4 mandatet që do filloj një cikël i ri jete për mua dhe për gjithë ne shqiptarët. Faleminderit. Po e mbaj këtu këtë. Ndërkohë,
kalojmë tek liçeni I Shkodrës. I Shkodrës. Edhe tek biçikletat moj. Atëherë, unë jam Bler TV Juka, lindur dhe rritur në qytetin e Shkodrës, që nga viti 2024, ku vazhdova studimet në Universitetin e Luish Gorakuqit dhe nga specialist i lartë elektrik. Në po të njëjtin vit, Bashkia Shkodër për herë të parë shpalli thirrjen e skemës granteve për të rinjt, ku edhe vendosa për të aplikuar. Ideja e biçikletave kishte qëndruar tek unë, por mundësitë ishin të pamjaftueshme, si nga ana ekonomike, por edhe të tjera. Në fillim kur aplikova, kur çova projektin për biçikletat e ujit, isha pak mosbesues, por gjatë kohës pash që u bë një konkurs të dinjitos, ku vendosa përpara një jurije me 5 persona, me 5 specialista, dhe u shpalla fitues. Në vitin 2025 vazhdova aktivitetin, gjithmonë përmes asistimit të bashkisë, si për anën e sigurimit të lejeve dhe gjitha dokumentacioneve për mbarvajtjen e aktivitetit. Kërkesa ishte tejet e lartë, po ashtu në të njëjtin vit biçikleta në ujë u shpalla dhe risia e vitit 2025 për Shkodrën. Ideja e këtij projektit ishte që të lidhnim mjetin tradicional të Shkodrës, I cili është biçikleta, po kështu ta bashkonim edhe me liçenin, ku për momentin është I pashfrytzuar. Si dhe sillnim një mjet krejt ekologjik që mos kemi një ndikim tek mjedisi, por të kena një ndikim emocionesh tek turistët. Deri tani je I kënaqur me si ka ecë puna? Deri tani po. Këtë vit e kemi nis pak më herët. Kemi ba lidhje me disa agjenci që po na sjellin shumë turist. Po kështu edhe ana e vendasve, Tirana, Berati dhe Saranda gjithmonë më shumë po vinë në Shkodër, po vinë tek liçeni edhe vetëm për, po them vetëm për biçikletën, por ideja që kanë që më marr. Edhe kjo ka ba mundi I plotësuar për çfarë kisha kontribuar dhe për çfarë isha të ullodh deri tash. Proksamili. Soraldo Nebo, prej vitesh punoj në turizëm, tur operator detar, ofroj disa eksperjenca në zonë. Një prej eksperjenca është turi midjes, duhet të rikthej në kujtime në 2017 ne kemi bërë një prezantim si biznes për turin e midjes, përpos sfidave që biznesi kishte, unë vetë hasqa përsisht me gjetjen e kapitenëve për turet, midja ka problem dhe saj, por duhet ndalem tek ajo që unë mendova si zgjidhje, ishte shkolla e lundimit. Tash, për të pasur kapiten në të ardhmen, për mos pasur problemi gjetën, duhet të edukojmë fëmijët që të vegjël për detin. Saranda vetë në pozicionin e saj si teatr, skena e detit është deti, dhe ne deri tani si banor vendas aty kemi qëndruar te shkallët dhe kemi parë atë skenën për të pritur dikë që kush do të vi ta aktrojë aty, por këta fëmijë mund ta zotrojnë në të ardhmen të skenë. Dhe mund të japin njohë edhe ekonomisë blu. Unë tani aktualisht që flas, jam brezi mbase I disajt ose I dyti, I treti që jemi rritur tek bregu I detit, flas për brezin që ka ardhur në Sarandë. Unë jam I ardhur me origjinë nga Treska, nga Korça, I rritur prindët e mi në nivelin 800 metrë mbi nivelin e detit, shokët e mi që janë nga Tepelena, po të njëjtën gjë janë lebër dhe nuk e kanë. Po ti ke lindur aty? Aty kam lindur. Aty kam lindur. Dhe menduam, pra nuk e kemi fort lidhje me detin. A mundet ta hedhim këtë hap, duke qenë se e kemi detin që ta edukojmë dhe sfida jonë janë prindit. Nëse arrim të edukojmë prindit që fëmijët e tyre duhet të mësojnë të lundrojnë. Vjet ka qenë viti I parë, I dham prindërve rezultate konkrete, se çfarë fëmijët përfitonin nga shkolla. Po çfarë varg ka optimist? Optimist është një varg ndërkombëtare, ku fëmijët e grup moshës 7 deri në 15 vjeç mësojnë të lundrojnë, varg shumë e thjeshtë me një vel. Është me vel. Me vel. Është nga ato gjeridhe në këmbë? Jo në këmbë, jo ulur. Pra me timon, ka timonin, ka balancuesen, ka velën, me një litar mban velën, timonin,
ka teknikat e saj, është Pra, po nuk fantastike. është nga ato që rinë këmbë Jo, vela, jo, që janë jo. të vështira. Varg e mirëfill, tipike për të mësuar fëmijët e kësaj grup moshe. Po deri tani si ecën? Jemi në vitin e dytë ku po ngrem skuadrën. Kapiteni që përmenda, mësuesja, agroni fizioterapistë janë pjesë e skuadrës. Kapiteni që kemi drejtuesi didaktik është një kapiten i dalë në pension, karriere. Kemi mësuese Adelinën që na dikton mënyrën e transmetimit të informacionit e fëmijët. Dhe kemi, duke qenë se tek noti dhe te lundrimi si vjet po e ndajmë këtë gjë, pjesa më e rëndësishme është siguria në ujë dhe në varr. Kemi fizioterapist Agron Halidin që është zëvendës trajneri i futbollit të Butrindit, por i trajnuar dhe i certifikuar si shpëtues jete. Dhe ai është ndër të rëndësishmit në ekipin ton. Ajo që po bëjmë si vjet, i kemi bërë thirrje vajza e djemve të rinj që të na bashkohen, që ne t'i çojmë jashtë, i trajnojmë dhe ata të punojnë me ne si trajner. Pra ekipi edhe do zvoglohet njëkohësisht dhe përgjegjësi do të kalojnë tek një trajner i trajnuar i mirëfillt. Këtë po bëjmë si vjet. Dhe ajo që po shohim mundësinë se si mund të bashkëpunojmë me shkollat që gradualisht ta fusim edhe në kurrikulën e vendeve, pra çfarë janë qytete bregdetare të Shqipërisë. Ta nisim me Sarandën, që shkollat ta kenë paktën 9 vjeçaret. Ne jemi të gatshëm të ofrojmë falas mësime të hapura për këta fëmijë që të edukohen për lundrimin e mirëfillt. Ne me shaka e shokët në jemi drejtojnë, Soraldo thotë, ore, do të na i bësh fëmijët tot skafist, jo i them ne skafist jemi, tani them po do t'i bëjmë lundërtar. E kupton, kështu që në këtë moment jemi me shkollën. Duam të zgjerohemi, ka disa sfida, po i përballojmë. Kur u ktheve, si e fillove eksaktësisht në fillim fare? Pata mundësi që të filloja prapë në klubit të Apollonis. Gjithmonë e dija që do sakrifikoja për të patur diçka të timen. Qëllimet e mia ishin që të kisha një akademi. Hapa i pari, domethënë që kam hapur plan klubit të Apollonis moshën 7 vjeç. 7 vjeç presupozohet 5, 6 dhe quhen në kampionatin e U7-s. Punova 4 vite atje. Ata fëmijë rrita, sot brezi im i parë duhet jenë 18 vjeç, domethënë te ekipi të rinjve. Më vonë mendova që kisha ardhur momenti që duhet ndryshoja diçka. Dhe ata ëndër që kisha ekipin tim, ideja ishte që unë nuk dua vetëm të stërvis fëmijë. Dua që fëmijët nëpërmjet sportit t'i edukoj. Gjithmonë jam nëpër shkolla që interesohen për shkollat, gjithmonë jam me sjelljen, komunikimi me prindër dhe them gjithmonë që komunikimi prind, mësues dhe unë si trajner normalisht sjell një fëmijë të shëndetshëm. E nisa me 2 fëmijë si fillim, bëja servitje në një Calceto në periferi të Fierit. Sot kam rreth 80 fëmijë dhe kam marrë edhe 2 kolegë të tjerë. I kam brezat në kampionat nga 7 deri te 14. I bëj servitje në një Calceto dhe fal dashamirësisë së Bashkisë Fierit, kryetarit bashkisë, kam marrë një fush, ka qenë fushë e vjetër dikur, në Pojan, atje ku dhe unë jam mësues, e kam marrë me vendim të kthyer bashkiak. Shpresoj që gjysmën e ekipit ta shkëputj komplet në Pojan dhe dua që t'i rris brezat e fëmijëve. Dhe e them gjithmonë që në Pojan, aty në Apolloni, i them, është i vetmi vend ku do ndërthuret historia, kultura, sepse është në Apolloni, dhe poshtë ku jemi ne do çojmë edhe sportin, që ta kthejnë në një atraksion. Tani jam duke punuar me këta fëmijë, jam duke u marrë dhe me pjesën e fushës dhe shpresoj që ta arrij diçka sepse dua që të bëhet. Dua nuk jam më i lidhur me ekipin Apollonis. Jo, jam komplet privat. Tani punoj si mësues, kam akademinë time FC Eagles, kam marrë 2 kolegë, jam munduar të ndërthur terren, energjinë e të res dhe eksperiencën e të vjetrës. Kam marrë kolegun tim Profesor Albin dhe një ndër legjendat e futbollit fierak, Romeo Axhian. Jemi 3 veta që i stërvisim këta fëmijë. Normalisht kam hapur dhe dyqanin sportiv, po gjithmonë fokusi im unë i them të gjithëve. Kur më vijnë prindrit më thonë dua ta sjell çunin për ta bërë sportist ose se kemi të bëjmë me prindër të ndryshëm. Unë i them që unë ju siguroj që fëmijën do ta edukoj nëpërmjet sportit. Pastaj, se sa do eci me sportin, kjo është rrugë e gjatë. Nëse ju doni disiplinën, kulturën dhe sportin, sporti është e treta, atëherë hajdeni te mua. Nëse doni sportin për ta bërë sportist, nuk është vendi i duhur këtu te mua. Po ndonjëri bëhet dhe sportist në ata tut? Normalisht unë punoj, ajo është rrugë e gjatë. Ata që janë bërë 18 sot, është ndonjëri që për momentin një djalë të 17 vjeçarët ka qenë i grumbulluar vjet te lista e kombëtares. Momentalisht të tërë çunat janë aktiv. Të tërë çunat dhe gëzimi im më i madh është ai brez janë aktiv, po dhe janë stabil në ekipe dhe janë në formacion.
por gëzimi im më i madh ishte dhe arritja ime më e madhe që mund të them që unë ndjeva mirë me veten ishte që ata fëmijë që unë nisa 5 vjeç, 6 vjeç, kur bën 11 vjeç unë nxora kampion në zonën e Fierit dhe po atë vit të 8 këta fëmijë ishin pjesë e kombëtares rajonale të Fierit. Kjo për mua ishte arritja më e madhe. Dhe i them gjithmonë që duhet jeni me kam në tokë edhe mendjen në kokë. Kjo është kryesorja. Ja them gjithmonë se tani janë rritur, janë zgjatur, i them që mendja është ajo që komandon kamët. Prandaj dhe unë kam theksin se jam përdit me fëmijët, edukimi dhe disiplina. Çarkullonte kur shumë vite përpara kur isha unë në moshën që bëja sport, çarkullonte një anekdotë e vjetër e një futbollisti të njohur shqiptar të Shqipërisë që ishte në grumbullim me ekipin kombëtar dhe futet një nga ata kuadrot e partisë së kohës atyre për të përshëndetur lojtarët se ishin në grumbullim. Edhe futet te dhoma e këtij dhe ky ishte shtrirë dhe këmbët ishte vënë përpjet mbi astë. I thot po ç'bën më, po astë është për kokën, thot, nuk është për këmbët. Po. Ato këmbë më kanë sjellë këtu mua, thot, se t'ishte për kokën, thot, unë, thot, as roje nuk do më merrnin këtu te kjo. Po, Shkodra është goxha vend skeptik për çdo iniciativë të re. Kështu që kur e nisën fillim patë vështirësi. Vështirësi nuk pata sepse kisha asistim nga ana e Bashkisë Shkodër, po kështu edhe për sigurimin e gjitha. Sa kohë ka që bën këtë? Është viti i dytë. Me Benetin, më thënë? Po. Do thonë, viti i dytë edhe këtë vit ka vazhdu shumë më mirë, si nga ana promocionale, si nga ana e burimeve që njerëzore që bashkia po ofron. Që edhe turizmi atë në Shkodër, si duket, ka vazhdu me lëviz pak më herët. Sa njerëz qarkullon në një sezon? Në sezonin e parë kam pas deri në 2500 persona. Kurse tashma që kena hap me datën 5 mars të këtij vitit, deri tash kena arrit në 1500 persona. Po keni rritur, i keni shtuar bicikletat? Po, në vitin e parë kam pas 10 bicikleta teke, tashma kena shtu me të ardhurat që umlodhen në vitin e parë, kena shtu edhe 4 të tjera që janë dopjo. Ideja është që tek një biciklet, sepse vitin e parë kishim shumë familje që thoshin, jo po du me hyp edhe unë me normal. Gruan edhe me fëmijët, edhe tashma menumet për këtë pjesë. Do të thënë fokusi ishte për këtë pjesë. Po ka dhe bicikleta dhe më shumë? Apo deri në dopjo është? Jo, deri në dopjo është. Nuk ka dhe me 3-4? Jo. Ka për fëmijë, por ka dhe elektrike. Këto elektriket po mendojmë që vitin tjetër na shkoft marrë sezoni i dytë që pastaj të investojmë për. Këto janë për momentin janë manuale, janë me kamca. Ideja është kretë bicikletë normale, vetëm se Po janë, këto janë më sportive se sa ato elektrike dhe bëjë. Po. Këto pastaj janë... Ajo është vetëm jepi si motor elektrik. Dhe më thanë, prandaj kemi insistu të kjo pjesa e bicikletës, jo tek elektriko, sepse ti nuk e merret që duhesh me marrë tek liçeni i Shkodrës, sepse ke pamje, ke adrenalin, ke çdo gjë. Sa fëmijë keni stërvitur deri tani? 21? 21 të vjeçrit. Tani kemi hapur thirrjet, kemi hapur aplikimet për sezonin e ri. Ata të vjeçrit nuk kanë nevojë më për të stërvitur ata? Ka nevojë. Kemi bërë një paketë tjetër për ta që të vazhdojnë për nivel tjetër. Për të treja grup moshas e kemi bërë këtë lloj, kështu që duhet ta vazhdojnë. Ne avash do kalojmë nga varta optimist në një model varg tjetër që është për grup moshë më të madhe. Por të mbyllim këto sfidat me sukses, të shohim realisht që kemi që komuniteti po e do këtë gjë. Të kemi kaluar dhe sfidën kritike që kemi tani të biznes planit që të rezistojë të nxjerrë të ardhurat vet si biznes dhe të vazhdojë të qëndrojë. Kështu që në këtë fazë. Gara bëni? Po, vjet filluam edhe garën, aty ishte emocioni
kur i pyes sot edhe fëmijët edhe mësuesit, ishte gjë shumë e bukur. Po, Shikohet njerëz? Sarandën. Po. Shikohet Sarandën, e kupton ai kontrasti, e kupton fëmijët duke garuar aty, plazhi me njerëz, e kupton ndërtesat, qyteti shumë bukur, duke shumë bukur. Te unë gjithë atyre që ftoj këtu i pyes çfarë ëndra shohin, domethënë si e shefti të nesmen e kësaj nisme, ku do t'i jetë nesër kjo në 5-10 vite të ardhshme. Ne i themi unë gjethëm nga anët tona, e kupton, kur të gjithë fëmijët e Sarandës të mësojnë të lundrojnë, por me hartën fizike që unë shoh gjithmonë të Shqipërisë tonë që e kam të qartë se si e gjithë Shqipëria duhet të mësojë të lundrojë. Ne kemi një super stratë, e bëj diskutim gjithmonë me shokët, sepse del nga problematikat që hasim në verë, për shembull trafiku i madh për të vajtë nga Saranda në Ksamil. I them kemi super stratë që nuk kemi nevojë t'i futemi rrugëve toksore, por rrugës së detit. Mund të shkojmë në varg me shapka në Tor, tip në varg, të shkojmë Ksamil, nga Ksamili në Butrin, ka Butrin të vinë tam drekën te Pulbardha, diku dhe i kthemi qytetit. Pra këtë shohun të ardhmen, që ne do të jemi aktor, pra fëmijët tanë do të jenë zotruesit të asaj skene aty të detit. Që të punojnë, ta kthejnë profesion, të bëjnë kapiten, që unë dhe turi midjes mos të kemë nevojë për kapiten për të gjetur. Po ka një federat, keni një federat ju për velen? Të velen jo. Po pse se bëni federatën? Pase do të jetë hapje i ratës, do bëjmë një search. Pash që Kosova kishte federat, por ne jo. Po Kosova ka federat velës dhe s'ka det. Po. Ne kemi gjithë të det, s'kemi federat, po në base kam përshtypjen që Kosova duhet ta ketë të lidhur edhe me ato, lëra edhe me SDE-u që do të bëjnë bashkarisht. Gjithsesi, gjëja që ka rëndësi është që projekti të vazhdoj, ne do mbështesim sa të mundemi, them që federata do ju ndihmojë për të marrë edhe akses në financim. Mund të bashkëpunoni edhe me Ministrinë e Turizmit, e Kulturës dhe Turizmit për aktivitete që kanë brenda dimensionet e sportit, dimensionet e turizmit, edhe dimensionet e kulturës. Dhe në ndërkohë ne po ecim tani, shumë shpejt do kalojmë edhe ligjin e ri për sponsorizimin e sporteve, që do jetë një hap i mirë përpara për të financuar më shumë sportet. Ka është dashur bërë me kohë si ligj, por s'kanë qenë mundësit për ta bërë, sepse tani që ekonomia ka shtuar forcën edhe na ka krijuar më shumë mundësi, tani mund të bëjmë edhe një ligj për sponsorizimin që të jetë shumë në ndihmë të sporteve. Dhe natyrisht aty futbolli do marrë pjesën e luanit, por në varësi nga sponsorët, sepse do i jepet mundësia sponsorëve që t'ju llogariten sponsorizimet dhe t'ju ulen me një formulë nga taksat. Kështu që do jetë një hap i mirë për ju, edhe për ju. Te këto biçikletat e ujit, këto janë fit improvers këto janë këto të sporta ujore hyn po. Mirë, po janë se ti merr biletën aty, kështu që edhe duhet ja marrësh biletën patjetër. Keni ndonjë merak tjetër, në gjë pa thënë? Do i pyetje për mua, keni? Kisha një pyetje. Po. Tani gjithmonë në fushën time të sportit. Aty në terrenin tim sportiv që kam, doja të dija se si mund të funksionoj ose ku duhet të drejtohem, që atë terren ta kthej në kushte optimale dhe në një qendër të mirëfillt sportive. Ke komunikuar me federatën? Jam interesuar në federat, por është pjesa tjetër, sepse ajo ka qenë fushë e vjetër. Thjesht unë e kam rregulluar, sa kam pasur mundësi, edhe bashkia më kanë ndihmuar në disa raste, por edhe para njëherë do një komplet rrethim, do ato. Po a ke folur me federatën? Jo. Po interesohet të federatën, se ata kanë një program, mos gabohem unë, që mbështesin ndërtimin e terreneve dhe e fushave sportive. Nuk e di tani se deri ku shkojnë me rrethimin, me zhveshjen etj, por ky është një projekt tipik që mund ta mbështesë federata në bashkëpunim me bashkinë. Mendoj. E pyetje për mua.
Po. Duke qenë se jam biznes sezonal në fund ditës. Po mendoj edhe po pys. Nëse në fund sezonit, sidomos në sezonin e parë që unë mbylla, u vuna në një dilemë që atë të mbaj stafin e kualifikuar që kisha, që e kishte kalu tashmë një sezon, apo të ardhurën që kisha të investoj për të rrit biznesin. A do të ketë një program nga ana e shtetit për ndihmë të këtyre bizneseve sezonale, ku po mendoj që një mbështetje si nga ana e sigurimeve, taksave ose për rritje të biznesit. Ajo që unë të sugjeroj është që të mendosh si mund ta zgjerosh kompaninë tënde edhe me një aktivitet tjetër sezonal që nuk është i verës, po që është i dimrit. Edhe gjithmonë të lidhur me turizmin, të lidhur me natyrën, të lidhur me aventurën. Për shembull, natyrisht që duhen investime, por në fund të ditës unë besoj që Shkodra ka shumë potencial në këtë aspekt, edhe për dimrin. Shumë. Kështu që mendoj në këtë anë edhe ata njerëz mund të vazhdojnë të jenë pjesë e kompanisë të bëjnë dy lloj aktivitetesh të dimër edhe në verë dhe kjo të sjellë më shumë të ardhurë, nuk do mendosh thjesht për si ti mbash në punë duke mos ju pagu sigurime shoqërore, por do mendosh si të fitosh. Nuk mund blesh as i ditë pa menduar si të funksionojë dita për kompaninë. Faleminderit edhe për bluzën. Kam një sër bluzash të Juventusit, por ajo është me domethënie, veçantë. Po është e veçantë, por i mirëpres gjithsesi. Kam disa të veçanta janë gjitha këto se i kam edhe nga vetë lojtarët edhe nga. Po falenderoj shumë. Kjo e ka vendin e vet edhe është bluzë e Juventusit e ardhur nga Fieri. Po, edhe nuk bie. Ka një të veçantë ndryshe nga të tjera. Nuk bie tjera. as në bluzën e Cristiano Ronaldo, as në bluzën e Buffonit, nuk bie. Ka vendin e vet. Këta ishin djemt nga 3 pika të hartës Shqipërisë, nga Shkodra deri në Sarandë, duke ndaluar në Apolloni, me të cilët ishte kënaqësi biseda dhe shpresoj që edhe ju nuk u mërzitët minimalisht nga biseda. Faleminderit. Faleminderit.